Në një kontroll rutin, pas një sinjalizim paraprak, doganjerët në pikën kufitare Tabanoc zbuluan një sasi të madhe marihuane. Sipas analizave, droga ishte me cilësi të lartë, gjë që mund ta vërtetonte edhe ekipi i televizionit 21, jo nga përvoja, por për shkak të aromës tepër të fortë që ndihen në të gjithë ndërtesën, edhe pse droga ishte ruajtur në Bodrum. Për këtë arsye, drejtori i doganës Boban Nikolovski shprehu dëshirën që droga të azgjësohet sa më shpejt. Овие 130 килограми марихуана, наместо да бидат испавкани во Европската Унија или во регионот, ќе завршат во Агенцијата за одземен имот. Потоа, по завршување на судското рочиште, ќе бидат уништени овие килограми, кои што вредат околу 700.000 евра. Kontrabandisti i kapur ishte shtetas serb. Fillimisht u tha doganjerëve se nuk ishte mall për doganim në furgon, por pas ju zbuluan çantat, pretendoi se përmbanin cigare dhe ofroi rishfet. Doganjerët e refuzuan ofertën, zbuluan drogën dhe policia arrestoi shoferin. Prokuroria filloi procedurë kundër tij dhe po e përgatit rastin bashkë me doganën. Drejtoria e doganave njoftoi se disa javë më parë kishte dhënë udhëzime për më shumë vigjilencë në pikat kufitare. Разговаравме едно 2-3 недели пред ова и еве ги првите резултати. Значи направивме селективност каква што мислевме дека во овој период треба да се направи и еве ги првите резултати. Се надеваме дека ќе продолжиме со ваква ефикасност и благодарност до колегите што постапиле по насоките од нивните предпоставени. Nikolovski theksoi se është marrë parasysh që këto 130 kg nuk janë ndonjë karrem për të tërhequr vëmendjen në mënyrë që të kontrabandohen më pas sasi më të mëdha. Ai tha se kjo është një sasi e madhe që nuk sakrifikohet lehtësisht vetëm për t'u kapur. А по однос на ова, верувајте дека знаеме што работиме, колегите цариски службеници знаат што работат, го обезбедуваме ние граничниот премин во секој кога имаме вакви фатки, знаеме што правиме и на другите ленти. Значи се работи квалитетно. Pas përfundimit të procesit gjyqësor, droga do të digjet në një nga furat elektrike të vendit.